Në rast se nuk do të ketë vota për presidentin, kush do qoftë ai, a jeni të gatshëm për zgjedhje të reja? Mendoj që PDK-ja është gati për me marrë zgjedhje të reja nëse ka nevojë, nuk do të ketë asnjë frikë askush mendojmë për zgjedhje të reja. Nëse zgjedhjet e reja mbahen, unë jam i bindur për një diçka që PDK-ja prodhon një rezultat tërësisht ndryshe. Çka e pasoni? Nuk mendoj që zgjedhjet e 28 dhjetorit janë pasqyra reale e vullnetit politik qytetarëve të Kosovës. Kosova me 28 dhjetor nuk ka mbajtur zgjedhje të lira dhe të drejta në kuptim të standardeve europiane, çka quhen zgjedhje të lira dhe të drejta, sepse palët që kanë marrë pjesë në zgjedhje, përkatësisht partitë politike, nuk kanë qenë në pozicion të barabartë në këto zgjedhje. Efektivisht kjo ka qenë një garë midis partive politike, që kemi qenë në opozit, dhe pushtetit, qeverisë, jo lëvizjet vendose. Sepse pushteti ose përkatësisht lëvizja vendose është fuzionuar në pushtetin e Kosovës. Fakti që kryeministri dhe ministrat kanë mbajtur mandate në mënyrë jo kushtetuese, kanë qëndruar edhe ministra dhe deputet. I ka kriju favore. Dhe duke mbajtur ato pozicione, ata kanë shpërndar miliona euro në formën e ndihmave që dini ju. Edhe ato shpërndarje kanë qenë të paligjshme. Mendoj që i bën zgjedhje të pabarabarta. Një parti që marrë funksione shtetërore në mënyrë të paligjshme, ndan para në mënyrë të paligjshme, mendoj që e vënon veten në një pozicion të avantazhit të madh, aq më shumë kur për këto 5 vjet është keq qeverisë edhe gjendja ekonomike dhe mirëqenia e qytetarëve është përkeqësu, kur til shumë para, ato kanë ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Prandaj mendoj që këto zgjedhje nuk kanë qenë të lira dhe të drejta, nuk kemi garuar në kushte të barabarta. Nëse do Kosova do të mante zgjedhje të reja, mendoj që duhet të angazhohemi si parti opozitare, që të krijojmë kushte kur zgjedhjet janë zhvillohen në kushte të barabarta.